Sindikatat e punëtorëve të sektorit publik kanë paralajmëruar pasoja të rënda për punëtorët dhe qytetarët nëse partitë politike nuk arrin një marrëveshje për miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm ose zgjatjen e buxhetit të këtij viti për 3 muajt e parë të 2026-s. Mos përsedimi i ligjit për buxhetin e vitit 2026 krahas 100.000 të punësuarve në institucionet publike lë pa të ardhurat 210.000 pensionistë mbi 16.000 përfitues të skemave sociale, 21.000 persona me aftësi të kufizuara, 37.000 veteranë dhe mbi 12.000 familje të dëshmorëve dhe invalidëve. Mundësia e shkuarjes në zgjedhjet e parakohshme pa miratim të buxhetit 2026 ka rritur frikën të punonjësit të sektorit publik. Përfaqësuesit e sindikatave të sektorëve kyç të vendit, shëndetësisë, arsimit, administratës publike dhe policisë thonë se në rast të bllokimit institucional mund të cënohet funksionimi i shërbimeve bazike. Pacientët rrezikojnë të mbeten pa barnë esenciale, ndërsa rreth 14.000 punonjës të sektorit të shëndetësisë të mbesin pa paga. Sektori i shëndetësisë është më i godituri pasi mund të mbetet pa financim të rregullt të barnave dhe spitalet mund të përballen me mungesë të materialeve, shprehen përfaqësuesit e këtij sektori. Gjithashtu pasojat do të ishin të ndjeshme dhe mbi 30.000 punëtorë të arsimit, të cilët e kanë pagën si të vetmin burim mjetese. Në mungesë të miratimit të buxhetit vjen në rrezik edhe pagesat e mbi 11.000 policëve. Partitë politike nuk kanë dhënë sinjale për arritjen e një marrëveshje që do të shtypë përpara miratimin e buxhetit 2026 apo zgjatjen e afatit për 3 muaj të buxhetit aktual. Në dallim nga ditët e tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmëri për të miratuar vazhdimin e buxhetit nëse vendi shkon në zgjedhje, ndërsa nga lëvizja vetvendosje kanë ofruar zgjedhje për të shmangur bllokimin e buxhetit duke propozuar Glau Konjufcën si kandidat për kryeministër.